Përshëndetje, miqtemi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani, do të bëjmë një pyetje tek energjia e dashurisë. Personi i zemrës tuaj do të bëjë një ndryshim të madh në jetën e tij. Pra personi i zemrës tuaj do të bëjë një ndryshim të madh në jetën e tij, gjithmonë për ty. Pra, do të bëjë një ndryshim të madh në jetën e tij për ty. Dyshi i shkopimeve tregon që është larg dhe ka një vuajtje shpirtërore për ty. Ka gjithë botën po e mban këtë vuajtje shpirtërore, sepse ka shumë probleme në jetën e tij. Është njeri shumë pozitiv. Është shumë pozitiv, do të të ndihmojë në çdo lloj forme. Është i ky perandor me këtë karon. Një lajm të befatishëm, dhe shumë të rëndësishëm, të papritur, do të sjellë në jetën tënde. Ky është një ndryshim i madh që do të bëjë ai për ty. Pra, ky pëllumbi paqes në këtë kupë të argjën sjell atë ndryshim të madh, atë transformim që do bëj për ty, sepse këtë kupë të argjën ai do t'ja sjell në prorin tënd, te kjo mbretëresh e kupave. Ky ndryshim i madh do të vi shumë shpejt në prorin tënd, sepse tek ty ai shikon një femër shumë të pastër nga ana shpirtërore. Ky është një lajm i shpejt, ky ndryshim që do të bëj ai është shumë i shpejt, sepse ushtari i shpatës tregon këtë lajm që ndodh shumë shpejt tek jush. Dhe vjeta e monedhave më tregon që kulla juaj do të jetë e rrethuar nga monedha, nga bullëk dhe nga njerëz shumë të mirë pozitiv. Është një person i drejtë, që do të bëjë këtë ndryshim të madh gjithmonë për ty në jetën e tij. Pra, kjo ishte energjia e dy personave të dashuruar. Me kë rezonon? Me akrepin, me vizhëreshën, me dashin, me luanin, me shigjetarin, me gaforen dhe me bricjatin. Kurse nga gërmat e alfabetit rezonon me gërmën E, me gërmën A, me gërmën H, Z, T, K, R, F, N, O, Zh, Gj, L, S, D dhe G. Faleminderit shumë, miqtemi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.